Sa u kon investimi që e ke bon? Rreth 4 milion. A ja ka vleton ky investim që e ke bo? Po, ja vlen. Momental dikon 250 krej konkret. 250 krej. Po. Sa krer lop menon me i zgjeru tash? Mendoj deri 400. Ja vlen. Qysh nuk ja vlen. Mos ja pa vlerë çisha hin atë punë. Kur arriti 1 milion, çka kollën vjetor atë ku marrit suksesin tim. Ato lop që komun ti jap edhe 5 minutë më kënaqen, se du me rrit numrin. Edhe pe një lop, edhe pe dy lop i bën 6, edhe pe 6 i bën 8. Se ka lop që ka vlerë 2000, ka vlerë që ka 2500, ka vlerë 3000. Se gjinja kujtojnë se këtë kapital kur e shohin krejt të parë i kena pas, i kena fituar. Jo, s'është e vërtetë motër. Kur na shen video neve thot po lavdohet. Unë s'po lavdona. Unë po them një mi bash që i kum bon. Mendoj 2022 muajin e 5 e komplet këtë shtallën. Po ku në thot pas një mëjet mrena hiç, vetëm një traktor vjetër. Për momentin na qa shumë kena investuar dhe hala si realizu këtë planet. Jeta në Kosovë shumë më mirë si ja. Do me thonë ke ardhur prej Zvicrës, Po. me hap firmën këtu. Po. Kur do njëri me arrit, në qëllim me arrit. Po, hala se kemi arrit këtë, mendoj edhe ma gjanë me bu. Përshëndetje miq të dashur, jemi në qytetin e Klinës. Kemi ardhur me vizitu një ndër firmat më të suksesshme në Kosovë, e cila është firma EFI. Ku pronari i kësaj firme është Afrim Shala, i cili u kthy nga Zvicra dhe ka bërë investim 4 milion euro. Për më shumë detaje ndiqni historinë e vazhdim. Përshëndetje i nderuar si je? Përshëndetje mirë, faleminderit. Si po kalon? Mirë, faleminderit. Fillimisht faleminderit që ke pranuar ftesën nga ana jonë për me ardhur dhe me vizitu firmën e juaj. Faleminderit. Apo na tregon pak për fillimet e firmës, ç'është ka ardhur ideja me hap firmën? Ideja ka qenë me tonalitetin kom vjesh si bujqësi çdo herë. Kur i punë që fëmijë kom punu me bujqësi, kuptohet në 88 kur më shku Zvicër deri në 2022 që kom blekë sallën e vjetër. Me tokë nuk kom pas qasin bujqësi, po e kom djerë bujqësinë e për të arsye kom zhvillu bujqësinë në Kosovë. Do me thonë ke ardhur prej Zvicrës, Po. me hap firmën këtu. Po. A ke menu herë që s'ki me pas sukses edhe nuk ka me tetë që shte ke desh? Mendimi jam është ndryshe. Nëse një njeri do me realizu një punë, është punë e vështirë, nuk është punë e lehtë, se ka sakraficat gjatë jetës njeri çdo herë tu zhenu, duhet të investimet çdo herë matrona, po kur do njeri me arrit një qëllim me arrit. Unë më menduar çdo herë ka ajoja me arrit qëllimin dhe besoj se e kom arrit, po hala se kemi arrit këtë, mendoj edhe ma gjanë me bu. A ja ka vlet për që ardhur prej Zvicrës me hap biznesin këtu? Ja vlen se mas pari në shtetin tonë, një vend tonë me investu është shumë sukses. Mas pari ndjesh në shtëpi tonë edhe punon një punë që ki dëshirë, jo i detyruar një punë me punu që s'ki dëshirë. Sa u kon investimi që e ke bon krejt në këtë firmë? Mendoj dikon rreth 4 milion. Rreth 4 milion. Po. A ja ka vleton ky investim që e ke bo? Po, ja vlen. A Kuptohet se 4 milion nuk mund më amortizu për 2 vjet, për 3 vjet, se na shqiptar ke marak sot me investu nesër me dalte çakollimi i fitimit, po mendoj 2022 muajin e 5 e komplet këtë shtallën, po ku në thot pas një mëjet mrena hiç, vetëm një traktor vjetër. Toni patëm ble vjeta, jam nesër me majmëri, toni dolëm të qumshti, me lopë qumshtore, kështu që më të pas nevojë me ble vjeta, po kërkesa është çdo herë më e madhe. Sa më shumë që pozicionohesh, edhe më shumë po të kërkon biznesi më zinu se po ta imponon puna. A je ofruar atë çmimin që ke investuar me këtë punë që e tu e bë? Çka më thon për momentin na qa shumë kena investuar dhe hala si realizu këtë planet. Se puna po ta imponon tashti për shembull gjitha këto objekte. 2024 ku marru këtë pjesë tallës me mjeltore me kredit, 2025 ku marru këtë pjesë tallës me naj, kurse objektet, depojat, makinat ku me ilon janë marru ndërkohë, po apet po ma imponon puna dhe i shtallë tjetër me nis për shkak majmërisë. Dhe me thonë edhe një shtallë? Mendoj edhe i shtallë me marru po. Sa kreri ki gjithsej? Momental dikon 250 krej konkret. 250 krej? Po. Sa po mundesh mja dol me marrë me gjithë këto? Po, dëgjo, njeri nuk bë mu bazu vetëm një kategori, për shembull, jo vetëm qumsht, ose jo vetëm majmëri. Kur punojsh bujqësi,
një pjesë nxjerr me qumsht, një pjesë nxjerr me majmëri, një pjesë nxjerr me grur, një pjesë nxjerr me misër, kështu se flasim tash pak konkret. 2022 kur e kom ble shtallën, kom pas dikon çakollim 172.000 euro. 2023 kom pas dikon 380.000 euro. 2024 kom pas dikon çakollim 460.000 euro. 2025 hala si kena definitiv, po jo me mendimit plus minus sa I kom numrat, shifrat dikon kry, jena dikon rreth 600.000 euro që kena pas çakollim. Kur arriti 1 milion çakollim vjetor, atë kom arrit suksesin tim. Pa arrit, domethënë 1 milion, pa arrit 1 milionçin nuk e kom realizu alo planin tim. Qëto shifra që se ke arrit për një vet, mrena vitit. Do në 2022 kom pas dikon 172.000 euro çakollim. 2023 kom pas 300.000 euro çakollim. Kurse 2024 kom pas 400.000 çakollim. 2025 nuk janë shifrat e sakta, po dikon rreth 600.000 euro kom pas çakollim domethënë. Gjithsej prej që ki firmën sa u kon çarkullimi. Mundesh me ditë afërsisht? Mendimi, po, komplet pe 2022 ashti mund të dukon çarkullimi rreth 1.200.000 euro. 1.200.000 euro. Po, këtu janë 3 vite gjys. Po. Realizimi jam është kur e arriti në 2026 apo 2027 kur e bëj 1 milion mana vitit çarkullim, atëherë suksesi jam. Aty mendoj me ardh, në qatë pikë. Kur vin qatë pikë, unë jam më i kënaqur. Pse? Kur jam i kënaqur, kur e kam fitimin e madh, kom shef edhe punëtor me shërbim. Si që ceket të punëtori, apo ko të interesu me punu, apo hek për punëtor? Për punëtor që rinia nuk po dojnë më, nuk po thonë që nuk ja vlen më marrë, po kanë që veç me dojnë jashtë vendit. Dëgjo, unë e befasona shumë këtë popullin tonë, se kur punojnë në gërbet e pavarë si në Zvicër, si në Gjermani, si në Itali, si në Francë, jam punëtor shumë suksesshëm. Pse janë suksesshëm? Pse ata mas pari kanë një obligim tron. Po se paguajtë banesën, që si banese. Po s'pate me ble me ushqona ushqimore për familje, nuk të falë kërkush. Në Kosovë kanë një jetë pak malëri. Banesë nuk ka nevojë shumica me paguajt, jeton të prindit apo jeton në shtëpi prindve apo ka marrë një shtëpi të vogël, kurse edhe mos punov një muj e ka përcenti qysh me huvazim. Anë të visës të huvazim kërkush. E që aty është problemi të nasë. Të na, popli jonë nuk ka obligim ndaj jetës të vetë. Kur e kini obligim ndaj jetës tonë, se jonë e pronari i kësaj firme, se unë e kom obligim me pagujt punëtor, me pagujt rrimet, me pagujt tatimet, me pagujt me pasu shumë sa duhet për lop. Pastërtia, ajo kjo, atëre, s'ki detyron puna me punu, ama kur s'ki obligim, gjinja buon edhe demela. A ka ndodhë me ja ofru ke një mundësi punës në kriut edhe me thonë ju nuk vi për qëtë pak, që ti ja ke ofru, që ju ka duke vogël, ose? Problem është me folë për atë lami se për atë pag apo për këtë pag, unë I shoh shumë çuditshëm kur punojnë në për tankstilla gjinja për 400 euro, apo për 350 euro, apo për 500 euro, do të më thonë 500 herë dikuj faleminderit, kurse këtu, mendoj rroga minimale është 550, arri deri në mishja, fjala po bjen, varet se çfarë profesioni, varet se një lamin, varet se çka punon, unë them çdo herë, punëtori do të më arrit rrogën vetvetit. Jo unë që punoj më arrit rrogën dikunaj. Nëse ai punëtor realizon, punon, e jep kontribut, është sakrificë, nuk është punë e lehtë në përgjithësi. Se bën sa në nazion, ai arrit rrogën vetit. Unë s'punë më arrit rrogën punëtorit. Nëse punëtori se arrit rrogën vetit, unë s'punë më arrit rrogën punëtorit. Nëse punëtori nuk pastron, nuk ka ndjenja për një sharaf ma dobtin, ajo është për mu vlerë, çdo sharaf është vlerë. Pse po mendon që rinia s'po dojnë me punu më me lektori, firma të ndryshme, me bujqësi? Mendoj ma tepër janë bindën se në gërbet fituat poja kollaj, në gërbet fituat poja ma me zorë saktu. Nëse vetë vërtet dikush do me punu në Kosovë, e ka fitim ma të madh. Se nuk është njëjtë, na mashtrohem, e marrim një shifër 5.000 euro e fiton në Zvicër apo në Gjermani. Që e shifër 5.000, atë mesin 300, 200, asmet kërë një është një pyetje. Nëse në Kosovë të i fiton 500, apo 800, është një shifër shumë ma I vogël. Po, bilet e në fund mund të më shkalu, kuptohet për jashtë të kësia, ndeshja apo smuje, jenë gjona tjera. A janë rrugat që shkotojnë në Zvicër 3-4.000 euro? Rrugat në Zvicër ki për 3.000 euro, për 4.000 franga dhe 10.000 franga, më vërë që ka punon. Po,
automatikisht, nëse një njeri ka 5.000 euro rrogën, ai si merr 5.000 euro të pacha, ai merr 4.000 të pacha, për 4.000 janë 2.000 banesë, 1.000 sigurim, çka do më humra njeri. Po s'punoj gruaja e shumë të shtëpia. A ja ka vlet për krejt këtë investim që e ke bo këtu? A ja vlen më marrë me këtë industri? Unë jam 100% i bindën që ja vlen. Ja vlen se je mas po në shtetë tonin. Në dy, nuk je i obligum si kon shtetet tjera që ti ki përgjësin 3 herë rrezikin më të madh sa fitimin. Këtu, po dështove dhe qka ke dështu në malë tonë, s'ki dështu në malë të huj, s'ki dështu në kapital të huj, s'ki nevoj mja përgjësit i kuj tjetër. A këtu, nëse une për shembull se mjekojm një lop, na çof një lop, një mshier apo një veç, apo çfarë do qoftë, atëherë na kena lënë me domtu lopën, jo lopa neve. A ke pas ndonjëherë ndaj dëmtim shumë të madh në fermë që ke menduar dhe me mbyll? Jam pa kry fort, nuk do zona. Qërë, kur ka dhe hub njeri, mu më ka qof një lopë është një mshier, për shembull e këna rrit vetë atë mshiera ka humër diku një hekër gjatë ushqimit, api kombaja, api fusha, këta di une, edhe 3 javë pa pjell, mshiera më ka qof për hekrit luks. Në atë moment s'kena vujt me ditë për shkafit, edhe kon vdekja sojnë shumë e shpejt. Tashti për mu kon dhinë se këna rrit vetë. Sa çmimi një lope për shembull? Varet për lopës, për 2.200 dhe në 3.500 varet për lopës. Se ka lopë që ka vlerë 2.000, ka vlerë që ka 2.500, ka vlerë 3.000. Po tash për shembull, ato lopë që i komunën t'i mjep edhe 5.000 mos më knaqin. Se du me rrit numrin. Nuk është qëllimi këtë të parja. Është qëllimi me rrit biznisin. A mendon që janë çmimet shumë të mëdha për një lopë 2.500 euro, 3.000? Qure, për ato se si ka në një shkret që do mi bon, është shumë numër i madhë. Folim realitetin. Për ato që hinë, se dhe na si këna marrë pare të bankë, që këna pas pare një astek për mi investu. Edhe na këna hidi kënë bërgjë. Se gjinja kujtojnë se këtë kapital kër e shofin, krejt të pare i këna pas, i këna fituar. Jo, së është e vërtet, motër. Edhe na këna hidi kënë bërgjë që këna bo këtë investim. Do më thonë, nuk i kena këtë pare që këna fituar dhe këna bo investim. Edhe na, unë dhe si investor, kom hi bërgjë e kom investu. Kuptohet për një njeri që se ka mundësin është 3.000 shumë, po njeri me desh mja fillu. Edhe për një lopë, edhe për 2 lopë i bën 6, edhe për 6 i bën 8. A ke mendu që kime arrit këtu ku je sot në fillimet e tuja të fermës tone? Po, jam punë pozitiv, jam pozitiv. Se e du punën mas pari, mendoj se puna është një kohë e humbës, nuk është humbës, po është një kohë që e kalon ditën. Po të najta që të ka të rrugëv, që të bëjsha unë? Do të gjesha probleme në ikon, do të kisha fjallë me në ikon, kështu si jam punë teme, kur jem punë tonë dhe je ki zita. S'ki punë me koni. A mendon që familja jote, fëmija tu kanë me u këthyn të ardhmen këtu? Është problem, fëmija jonë që në rritë në gërbet me full realitetin është problem pak mi këthy, po mendimi jam po, mendimi jam është jo krejt, po diçka po. Që aty është plani jam se nuk di që shmi për shumë ti poplit tonë. Popli jonë është pak, kesh kupton shumë. Kur na shen video neve thot po lavdohet. Unë s'po lavdona, unë po thom një mi hi bërq që i kumë bon. Disa kumë pas, disa lek mu ka duhet me hi bërq për me arrit dhe që tu. Gjinja kujtojnë se e ka shtallën u bë milioner. Jo, së është e vërtit. Ti e milioner ku jenë zame i pasët. Ti e milioner ku e arrit një qëllim. Ti e milioner për mu kur i përgjegjës punëtojt, i përgjegjës fakturave që i kimi pagujt. Ate je për mu milioner. Jo, të kom pare jo milioner. Ja, së është puna të milioner. është puna, kjo është knasi me pas njëri në Kosovë, një bujësi, një fabrik, një prodhim, që të qoftë. Ke teke që je konë edhe në Zvicër, qa ke punu atje, me qka je marë? Kom punu në lamit ndryshme, shumë profesione, punojnë në ndërtime, drashta, objekte, rrugë, gjitha i bërcukët thashtë. A ke pas firmë tone, apo ke punu? E kena firmën tonë. A ja vlen me pas firmë edhe atje? Ja vlen, po shtresja shumë ma i madhë. Obligimit janë shumë trona. E ceka dhe ma herët se shkon e kry një punë për 10.000 euro, e bën një domë për një gabim ma të voglën e bën punëtori, për shumë dhe bën domin 50.000. Rrezikshmëria është shumë ma e lartë.
do më thonë, ti shkon me fitu për 10.000 franka një punë që e ke marrë, shkon me fitu 1.000 apo 1.500 apo 800 paqa, apo 0-0, apo me humbje 1.000, hin të rrezikit të 30.000 shi, një gabim më të vogël. E që aty është rrezikshmëria shumë e madhe. Për çfarë po them unë, përgjegjësia në çdo punë është. Nuk ka punë pa përgjegjësi, po çdo punë që punon njëri ka përgjegjësi dhe ka humbje dhe ka fitim. Po rrezikshmëria në Zvicër dhe në Gjermani e çdo shtet është shumë më e madhe, shumë më lartë sa në vend tonë, se në vend tonë e ki lirinë. Kuptohet me rrymë jena katastrofë për momentin, me rrymë jena momental shumë keq në Kosovë, po inshallah antarë në drejtë rryma, se mungesa e rrymës na ka duhur rreth 30 euro me investu në këtë biznes. Do me thonë, po keni problem me rrymë. Na vjen rryma. Ndërprerje të rrymës. Po. Jo vetëm me ndërprerje, kena na vjen rryma 160, 180, 130, 190. Me 130 s'na punon asnjë makinë. Sa motorat mu kanë djeg mu për mi ndru shirë rrymës. Sa herë punëtorët mu kanë bën nervoz, faleminderoj shumë punëtorët e din, se kam pas një durim, se kur të dalet rryma, jenë çështje të punës. E ta vullnetin e punës, priqet motori. Mo çun në 6 pamës më shku me nes motorin, më kthy me montu motorin, mi mje lopt, a mi çit lopë me pijuj. O shumë punë ron, o përgjithësi ron. Se tash te hajvanin nuk mundet me thonë ty, valla, o pres dhe nesër e pijuj. Apo mas nesër mjelëm. Apo den, me rrymë kena probleme të thoja. A të kanë ndihmu komuna me naj? Pe komunës faleminderit shumë e që të fala, asë një send, asë një rrugë s'ma ka shtruë, asë një dritë dhe do bërë s'ma ka pruë, asë një send s'ka investuë. Këtë problem janë të hasë edhe shumë fermer tjerë, nuk pjallëtrojnë rrugën, nuk po i jepin donacionet ndryshme, nuk po i përkrahin. Nuk e di, unë s'kom pas përkraje pe i komunës asë një send. A jenë shku na herë me bo anketë? Po, jëmë ko 1-3 herë në komunë, një herë kom lypë me mashtru rrugën me gurë, me zalë, se banën, një herë kom lypë me mashtru asfalt, kena bëgjet me munges, në regull, vjetë që të dritat e katunit, dhe 3 drita e bilet pakten, 3 dritat katunit mi bjenë mund hymje, edhe ato si vëprun hish. Se po me ndonë që s'të dhe... Kështu në tha komuna, tha jeni biznes, tha nuk mundem një për drita, tha juve, tha gjatë rrugës. Tha nëse unë se meritoj, 3 drita me pru komuna, atë kush për meritoj ka? Nuk di që ka me thonë me ndryshe. 3 drita nuk e gjendje komuna me në pru neve? Nuk e di. Nuk kom... A me ndonë tash me jetu vish në Kosovë, a me udhëtuar dhe në Zvicër edhe këto? Mendoj edhe një 3 vjetë më duhen mi pagujt borqët, se nëse kena pas parë në jashtë. E një 3-4 vjetë mi pagujt pak borqët, me pas punën pak jetën ma sigurët. Edhe me këtu edhe me atje, edhe atër me dojë më këtu. Ti e theke që i kitë ndome me kategori, këtu që kanë që i mjellni, e kategoritë e ndryshme, a shkojmë edhe i shojmë tënë? Po banë. Këtu i kena dikon tash për momentin 109 apo 110 copa lopë të mjell, kurse këtu është problemi një lopë shkon e një lopë këthejet, apo 3 lopë shkojnë, 2 lopë këthejen, se shkojnë në tharje, pe tharjes në pjellje, pe pjelljes këthejen apet. Do me thonë i kitë ndo me krejt? Po, i kena cilin mundë. Këtu e kena mjelltoren, edhe deponimin e qumshtit. Edhe qumshin e depononi këtu? Po, vjen rrugova e merë tomblin për neve, do më thonë, çdo ditë vjen e merë, për jashtim dillëve vjen e merë në tonën. Këtu e kena deponimin e tomblit, dykon 5.000 litra e nëzojnë këta 3 bunkera, kurse këthe naj, e kem mjelduarën e love, 5 gjatë. Ka procedura këtu? Procedura, lopë hinë për jashtë e deres atje, 5 gjatë, 5 shmajt, mjellën, edhe që akullojnë të më thonë në këtë derën ka, kur mjellën. Lopë presin, si kur më konë të shmundasëm, këtë ranë presin për më mjellë. Tu e pas për asysh që nuk e kemi po në ferma tjera këtë veçanti që e pas ke bote? Po, dhe gja, unë një mënu çdoherë me ndërtu, po dhe nësë kena pas provojt madhe në këtë profesion, kena punu shumë punë me dënime e me shumë punë me të provu me gjënë që kanë provu këtë profesion. Jena mënu sa ma mirë, sa ma letë mja bo punëtorit. Kuptohet për punëtorit në konë edhe ma letë edhe shumë ma mirë me të punu, po na jena mënu në gjithë qysh me realizu këtë punë. Me të vërtet është moderne,
se lop futën pjesëve tjera smena, mjelen 5 copa lop, çarkullon lop menaj, kështu se vazhdojnë lop me ran ku mjel. Për qef, tash unë kom bu me 10 copa, për qef isha bo 30, që mu mjel sa ma shpejt, po kur ja fillon fillimi, çdo i bën do investime që nuk i shef në fillim, që mendon që është plani i realizuar, po tu rrit çdo herë kur plani s'po realizohet. Apo na tregon pak edhe për procedurat e tjera. Procedurën e ushqimit, a bëni vetë edhe procedurën e ushqimit? Po, na bojna lula dillit, kollomoq, misër, grur, tërshon, i përzinat gjithat dhe blujna, po blejmë një sasi mirë, do më thonë, sojës, edhe koncentratit një farë pjesë, e bëj miksin bashkë, do më thonë. Nuk blej veç koncentrat, po i kom mikserin temë, do më thonë, e përzi edhe një pjesë një sasi dvogël të koncentratit ja vazhdoj. Ushqimi për to, apo është shtrejt? Është i shtrejt, nuk është i lirë, dikon 1300 kg që duhet munditje komplet sasia e koncentratit, po për 1500 kg, do thonë 500 kg i marë, do më thonë, koncentrat, dikon 400 kg sojë nditje, e tjera t'ja shtojone. Tjera të shtonë? Po. Apo na tregon pak këtu, çfarë kategori shkruaj? Po, në këtë boxing këtu janë lopë, do më thonë që pritet me pjellë dikon afërsisht marna 5 mujve, do në danë lopë. Pe këtu i dhe atjen këta 3 boxa i kem lopë që pjellën pe 1 mujve dhe 3 mujnë, a kurse në fund pritet marna javës me pjellë, kurse në fundit kalojnë lopë, do më thonë që kanë pjellë. Këtu i kena mështjerat edhe mëzet tona që e rritim numrin, Këtu i kena lopë që vjetat e votët që dhejnë 3 mujnë thithin, si për shef tash edhe vetë për momentin. Këtu janë lopë që vetën vjetat që i thithin, do më thonë. Po këtu janë lopë për shembull që konajlin dim kam, apo në gji, apo qa do qoftë, për shak antibiotiki që i japim, nuk i përdorim në qumsh, po i bëjmë të vjetat. Kështu se edhe antibiotiki në domël, kur e pindi që është antibiotik edhe për viqin, edhe s'kena nevoj me gjujtë qumshin. Sa pe kitë pështirë mu marrë me krejt këto, apo me aftojnë punëtorë që janë këto? Dëgjon, ki raste që nuk mjaftojnë gjithë që ki, kur është fusha, mjellja, korja, po ki raste që zakonisht dimit kena malet. është numri më i madh, se unë punëtor si kom meditori, kom mujore. Po dimnit e kena pak ma letë, po edhe punë dimnit kena bollë. Jo me ndesh ndaj maqinë, jo. Sa krer lop menon me i zjeru tash? Mendoj deri 400. Deri 400? Po. A mendon që duhet me shtu dhe numrin e punëtorëve? Po, po. Sa punëtori ki gjithsej që tash? 10 jena ligo. 10? Po. Çfarë mesazhi ja kishe e prinisja? Ja vlen me humor, me blegëtori, me bujqësi? Ja vlen. Qysh nuk ja vlen? Sidomos këta që po... Mos ja pa vlet që shahin atë punë. Sidomos këta rinia që po kanë qef me dol jashtë vendit. Gjithkush ka mendimin e vet. Dikush po mendon se kështu del jashtë fiton parë, ama nuk është qëllimi veç të parja. O qëllimi e jeta. Jeta në Kosovë është shumë më mirë se jashtë. Nuk di çfarë më thon më shumë. Fitime co janë këtu? Po, nuk mundesh me thonë që jam të fitu kur jetë të investu. A më dhen, tash për momentin mu më ka ra 3 vjetë të investime. Kur jetë të investu nuk e shef edhe fitimin se të hanë investimi, a më dhen. Po fitimi është një mirë, nuk e keq. Do me thonë ja vlen. Ja vlen. Inderum, na falenderojmë shumë që shpenzove kohën tuaj për ne. Faleminderit ju e vizit. Besoj që me po sukses edhe tutje. Faleminderit. Mirë Mirupafshim. Faleminderit.